Gjykata e Beratit rrëzon Kreshnik Hajdarin, reagon Maliqi, drejtësia funksionon. Ish-deputeti Lefter Maliqi shprehet se drejtësia në gjykatën e Beratit ka funksionuar më së miri pasi pas Salillarit u fitua gjyqi dhe me Kreshnik Hajdarin e Kuçovës i kallëzuar në SPAK për abuzime të shumta me tendera korruptiv. Maliqi shpreh se Hajdari që duhet ishte në burg paturpësisht pa ditë në gjykatë disa qytetar dhe avokatin e njohur Langozi, të cilët denoncojnë çdo akt korruptiv të tij. Ai shton mëtej se Bashkinë Kuçovë të grabitur në 2023 do t'ia kthejë qytetarëve në 11 maj. Ja dhe reagimi plot. Drejtësia në gjykatën e Beratit funksionon më së miri, shembull në Mbarvendin. Pas Salillarit u fitua gjyqi edhe me të dënuarin Hajdarit të Kuçovës, i kallëzuar në SPAK për abuzime të shumta me tendera korruptiv dhe me taksat e qytetarëve, dhe çuditërisht i dënuari dhe i korruptuari i pafati dhe i keq përdoruri Hajdari, që duhet ishte në burg paturpësisht pa ditë në gjykatë, disa qytetarë dhe avokatin e njohur Langozi, të cilët denoncojnë çdo akt korruptiv të tij. Stonkoti mbyturi kërkon të mbys, por Hajdari nuk e sheh dot veten se në ç'grop ka rënë dhe sa thellë do të bjerë dhe do të përfundojë. Çdo betejë ligjore dhe politike do të fitohet. Bashkinë Kuçovë të grabitur në 2023 do t'ia kthejmë qytetarëve, vlerësim për hetimin dhe gjykimin e drejtë dhe të paanshëm nga gjykata dhe prokuroria Berat. Faleminderit për avokatët që më përfaqësuan në këto procese. 11 maj do të sjellë ndryshimin e madh me një drejtësi të pavarur, siç është shembull në Berat.